kanë votuar PD-n, spion dhe anti-shqiptar, pra gazetare, ne që kemi bërë qeverinë teknike me intelektualët, me shqiptarë që duan kombin, ne do t'i nxjerrim që të dyja jashtë ligjit, nuk do ekzistojnë më në tokën e shqiptarëve. Në tokën me mira vjet të Teutës dhe qindra vjet të Skënderbeut. Profesor, sot të gjithë mediat flasin që SPAK-u paraqit te Këshilli i Mandateve. A është e vërtetë që zonja Balluku do arrestohet apo do të largohet si zotja Metaj? Të gjithë televizorit flasin edhe të gjithë disa janë bërë si jurista e gazetar, pra ata gazetar e pra ata jurista që kam thënë janë 85 që ata përçajnë shqiptarët, gjoja janë me PD-n, gjysmit e gjoja me PS-n, pra ata janë së bashku, ata janë vërtet mizat e kalit që kanë shkatruar shqiptarët. I pash sot me vëmendje disa të quajtur juristë, disa gazetarë mbronin akoma Ballukun, gazetare SPAK-u sot vajti dhe tha realitetin. E tha nëse Balluku do kishte dorëzuar më përpara, dënimi i saj do të ishte 10 vjet dhe pasuria e saj do të ishin një palë kominoshe. Kurse SPAK-u e tha hapur, Vilem tha shumë pak, që Balluku me krimet që ka bërë, me njerëzit që juve nuk e dini, ajo ka paguar çdo njeri miliona dollar që të boston kundra saj, sepse në ministrinë e saj e din që ajo vithe, e din kur ishinte firmat dhe e din për njerëzit që ka vajtur në SPAK, sidomos ish burri saj o është burri saj, Sokol Balla, përsëri sot ishte në SPAK, sepse këta të dashur shqiptar i kanë shpërndar parat në kushërinë e shtapit. Këta menduan, sipas kushtetutës të tyre, që e kanë bërë në Serbi, është që do me thënë ai që vjedh e nuk e shgojnë kushërinë e shtat, o vllazërinë, o po lagjen, apo do një tjetër do një nga jashtë deputet. Dashur shqiptar, SPAK-u ka një kushtetut. Dhe kjo kushtetut që e paguan SPAK-u, kjo është kushtetut e Amerikës. SPAK-u ka firmosur në Amerikë, është betuar, ka qenë shumë herë, të gjithë njerëzit e njohur që kanë qenë, janë betuar, ashtu si u betua dhe Peleshi para disa ditëve që ka qenë në Amerikë. Janë betuar që të gjithë këta që kanë vjedhur hynë në krim. Hynë do me thënë, tamam se kur kanë vrarë njëri, terrorist. Terrorist do të thotë dashur shqiptar, se këta me anë e parave që i shpjen jashtë, bëjnë terrorizm. Do me terrorist do të thotë vrasje, krime, pra këta arrestojnë flagrans, nuk pyetet imunitet, nuk pyetet se president, nuk pyetet se kryeministër, por arrestohesh flagrans, do të thotë që këta janë kriminel dhe do arrestohen. Jo vetëm këta, unë u kam thënë dashur shqiptar, janë 1820 deputet që kanë qenë, që kur ka qenë Berisha 92-shin që u emërua president. Dhe deri më sot, këta do konfiskohen, do shëgohen dhe gjithë, besoj se të shumtit do arrestohen, dhe si që thash, gjithë pasuria që konfiskohet nga këta, vila, hotele, do të hipen shqiptarëve gratis, pra arsye se shqiptarët ka vojtur tërë jetën dhe nuk kanë parë një ditë të bardhë. Profesor, a keni diçka për të shtuar për ndjekësit tanë? Po, unë kam shkurtimisht disa gjëra për të thënë. Ne jemi televizor që na ndjekën miliona njerëz. Ju gazetare mund ta shikoni edhe këtë, që kjo është nga televizori jonë, nuk është kopjo, është origjinale. Ne kemi 10.409.000 të dashur shqiptar që na ndjekën në televizorin TV Shpresa, në Shpresa e Kombit. Ju e shikoni edhe vetë dashur shqiptar, vetëm në Shqipëri janë 6.329.690 veta. Kurse në Itali
i 1.342.506 veta. Kurse në Greqi 852.000. Kurse në Amerikën time dhe tuajnë dashur shqiptar, Amerika është tuaja, është e shqiptarëve, e 97% të shqiptarëve. Vetëm në Amerikë dashur shqiptar 586.307 veta lehen gjithë botën. Do me thënë ne jemi televizor të dashur shqiptar. Ne e kemi hapur për ju, për të thënë realitetin. Nuk kemi si disa që kanë hapur në YouTube, që shajnë Amerikën, disa mizakali që janë në për Evropë gjoja si gazetar, gjoja si analist, që janë në Amerikë shumë ushtarak, deri dje i shërbenin Enverit, më vonë i shërben Rami Salis, më vonë i shërben Sali Berishës. Pra këta njerëz janë në Amerikë, e do vinë, këta në mizakali, që gjithë ditën nuk është turp të punosh, po gjithë ditën punojnë lajnë pjata dhe gjithë ditën si familje pastrojnë pallatet e të zinjve. Pra këta janë që po dalën çdo ditë, flasën kundra patriotëve, flasën kundra njerëzve, këta nuk janë gjë tjetër, po këta janë mizakali, këta janë rrugaqër që kanë vjedhur shqiptarëve para, këta kanë qenë ministër në kohën e Edi Ramës, ministër në kohën e Lulzim Bashës. Unë do të nxjerr nesër dashur bashkëdetar shqiptar, Ministria e Brendshme ishte bërë qerdhja e UTB-s, qerdhja e UTB-s, të dashur shqiptar. Unë kam foto. Dhe drejtoresha e UTB-s ka qenë natë zyrë, i kam fotografit originale, siç u kam thënë që ne shikojmë çdo gjë. Sot po dalën që ato kërpudhje të dalën mbas shiut, po jo shiu, po mbas të përmjerave të kafshëve. Kështu janë bërë që u kanë vjedhur ju, këta janë ata që kanë sharë Amerikën, që i thoshin imperializmi amerikan, që u thoshin studentave në Akademinë Ushtarake, që u thoshin studentave që më shumë i mini kopilat i vinë në shkollën në gjimnas, në shkollën e bashkuar. Pra dashur shqiptar, erdhi koha juaj, erdhi dita e gëzimit tuaj, erdhi dita e shpresës që ne kemi bërë shpresa e kombit, erdhi dita që të shihni fëmijët tuaj, erdhi dita që të bashkoheni vëlla me vëlla. Të gjithë që më kanë erdhur dashur bashkëdetar shqiptar, u kanë bërë pyetje. Sa vëllezërinj o sa motra, më kanë thënë numrin, dhe i kanë pyetur, më thoni sinqerisht, a flisni me vëllezërit? Jo. Ja ku ka rritë dashur shqiptar. Ka rritur Serbia, Greqia, kanë rritur mizat e kalit. Këta që janë të quajtur deputet, kanë rritur po përçajnë familje, po përçajnë familjet e patriotëve, po i përçajnë niprat dhe stërnipat, kanë rritur po zihet vllaj me motrë, kërkojnë pasuri njëri tjetrit. Të dashur shqiptar, kjo është propagandë sërbe. 7.500 njeshi është për të vrarë shqiptarët. Janë vrarë shumë që nuk i thonë. Janë vrarë shumë njerëz dashur shqiptar për 7.500 njeshin. Pra, iku kjo kohë. Iku koha e 97-ës. Iku koha e naftës që u dha Serbisë. Iku koha e 21 janarit. Iku koha e Gërdecit që hodhë bomën, që sot nën e shkret vjen në Tiranë, amore gjyqtarë, që e shtynë gjyqin e Gërdecit. Gjyqin që janë vrarë fëmijë, që u vranë pa bukë në gojë, pa ujë, u vranë duke mbajtur fyshekët e Fatmir Mediut, duke mbajtur fyshekët e PD-s, duke shitur pasuria që kanë punuar njerëzit si slevë, të gjithë shqiptarët, e ndërtuan Shqipërinë si slevë, të burgosërit, të intrenuarët, ushtarakët, civilat, studentët, vinin 3 muaj, punonin punë vullnetare, i bën hekurudhat, i prishën, qanë nuk kanë lënë gjë pa prishur, dhe më në fund, duan dhe të grobosën. Unë u kam thënë dashur shqiptar, u kanë ngelur vetëm flokët, i një futur në ujë, zgjohuni, jo për revolt, si shtot Berisha të djegëm Shqipërinë. Nuk e djegëm do të sa jemi gjallë ne.
Po janë ditë e fundit dashur shqiptar. E janë i sa më parë, e janë në shpresë e kombit. Unë u bithirje të vini sa më parë. Jo, të ndihmoni Pilinqin. Pilinqi është më kem, është i ndihmuar, është shëndoshë e mirë. Po të ngre ju, se jeni gati për të varrosur. Jeni gati çfarë s'kini me, çfarë s'kini për të humbur. Vetëm keni për të humbur, nallonet u kanë ngelur. S'keni as qisme, as këpuc, e në kohën e trajnimit kishin pa qisme. Ua kanë marrë këta rrugaçëria. Këta rrugaçëria që dalën në televizor, me kostume, me kollar, me makina të zeza, me xhame të zinj, që këta deri dije s'kan patur brek. Pra dashur shqiptar, erdhi dita juaj. Spaku, unë po e lajmëroj përsëri sot. Spak, ke urdhë nga Amerika, filloi arestimet natë e ditë, pa përjashtim njëri. Arrestoi presidentin e Shqipërisë, ai që ka vjedhur në Bregdet. Arrestoi urgjent Edi Rama. Edi Rama ka miliona e biliona dollar. Arrestoi urgjent Berishën. Sa nuk është vonë. Përgjegjësi që do marrën në Shqipëri janë 3 veta. Prokurori i përgjithshëm Qela, që ka gjithë prokurorët e Shqipërisë. Urgjent arrestoni për ata për krimet që po bëjnë. Ata janë terrorista, që të hedhësh helmin duke falur, do të thotë të eliminoj shqiptarë. Dhe me keqja ishte që të bëjnë luftë civile, si në të shtatë. Pra, Qela, ti je kryetari i përgjithshëm i prokurisë të Shqipërisë. Drejtori i policisë të Shqipërisë. Ke përgjegjësi të madhe. Sepse drejtor çdo gjë që ndodhet, ky do të ngelet. Do të bëhet gjyq popullor. Ministre e emëruar një shalatane që dole para demonstratës dhe thej që nuk e mbrojmë me në demonstrat, i lim të lirë. Do me thënë ti do zjarë, do me thënë ti do që të mbash parat që ke vjedhur, por edhe një palë kominoshe nuk do t'i kesh. Pra, të dashur shqiptar, rini të qetë, ne që më dërgojnë të gjithë, duan një demonstrat paqësore. Edhe mundet, por unë pres pak unë tashi të filloj arestimet që ne Balluku, që ne parlamenti, që ne kushtetuta, që bën gabim qëra dhe parë, ata duhet të arrestojnë disa veta. Pra dashur shqiptar, shumë prokuror do arrestojnë, shumë avokat që u kanë gënjur, u kanë mashtruar në përgjyqjet që punojnë bashkë për këta. Të dashur shqiptar, natën e mirë, rroft Shqipëria me 2 flamurët të kryqëzuar, flamuri shqiptar me mira vjet, flamuri 300 vjet, që ka lënë amanet flamuri amerikan, që ka lënë amanet presidenti i parë George Washingtoni dhe pllaka u kam thënë është e Floridi e shkruar amanet gjakun tim e të nënës time, sepse ishe shqiptar. Pra erdhi koha dashur shqiptar të mburreni, të kënaqeni, të thoni jemi amerikan. Ju do t'jeni amerikan, do t'kini pasaporta. Këtu i bi thirrje dhe në Turqi, që me erdhi delegacioni. Janë 20 milion shqiptarë që duan të vinë të hapën tregti këtu, të hapën fabrika, që të punësojnë shqiptarët kudo, që të bëjmë një Shqipëri me kufi natyrore. Erdhi koha jonë dashur shqiptar, erdhi koha e patriotëve që janë vrarë, erdhi pra të ngrejmë qiririn dhe të ndezëm preshtat e tyre. Natën e mirë, e mirupafshim nesër në orën 3 dhe më 6. Po ashtu dhe gazetarja që është shumë importin për ju dashur shqiptar, është programi me 51 pika, është bërë programi më 2001, do me thënë më 2001 thot programi, vetëm po u lexoj 3 pika që janë 3 shtylla më kryesore që e mbajnë një shtet, është arsimi, është policia, është dhe pensioni. Pensioni duhet pagoshe që më 2001 $600 plus 150 për ushqime. Policia të paktën është në program 1200 më 2 javë dashur shqiptar.
Ashtu dhe arsimi do paguajë shkolla me ult, do me thënë nga foshnjora $1.000 deri në 2.500 sipas gradave që kanë. Pra, kjo është Shqipëria, që kur të shohësh një polic, ta nderosh dashur shqiptar, sepse ka këtë flamur në kapele. Pra, erdhi koha e juaj o polica, do rroni si gjithë të tjerë, se deri më sot ju e një slevë. Edhe njëjë i them policive, mos mini parasysh bosa tuaj që ju thoni shefa, sepse aty në Bregdet, afër Shkodrës, ajo është tokë private, mos mendoni dhe mos dëgjoni drejtor e policisë të Shkodrës, ai është kriminal. Drejtori i policisë është ai drejtor që vajti në theth dhe dërgovi tanket, e pa parë një histori që i kemi marrë fotografi. Edhe akoma ti drejtor na i lenke drejtor e Shkodrës dhe ke hequr 2 të tjerë. Jo, do hiqesh ti. Dëgjove drejtori i policisë Shqipërisë, urgjent hiq drejtor, se dosja jote do rëndohet e më tepër me atë drejtor që çfarë po